Audio Jungle. Përshëndetje për krejt shikuesit e televizionit DTV Media, si dhe për krejt shikuesit e ditës me ne. Jemi edhe sot së bashku me mua Diorën, duke munduar që të sillim programin sa më të mirë edhe musafer sa më të këndshëm. E kësaj here, dy lidhje që i kemi lidhje direkte, dy musafer që i kemi përkatësisht. Në radhë parë do të flasim për një festival i cili po bën bujë gjatë madhe, sidomos viteve të fundit. Është fjala për festivalin Femart, është festivali ndërkombëtar i artistëve dhe i aktivistëve. E Prishtina, si duket, është gati me u shndru në një skenë të fuqishme të artit dhe rezistencës feministe, pasi që pritet pra dhe pak ditë që do të nisë edhe ky festival, dhe në lidhje direkte kemi të ftuar Erza Saliun, e cila na flet nga Art Polisi. Erza, faleminderit shumë që ke gjetë sot kohën, edhe po besoj që kemi ndo disa pika, sidomos për krejt ata që janë të interesuar me qenë pjesë e festivalit edhe me ndjek nga afër. Po të falenderoj shumë edhe një herë për kohën. Faleminderit juve Diora që po na japni hapësirë me i tregu qytetarëve për festivalin Femart. Faleminderit shumë. Shpresoj që nuk të mëzon kështu me një kohë, se e di që gjatë kësaj periudhe të vese e kryen orarin e punës, e shpresoj që nuk je lodhë shumë sot gjatë ditës. Jo, as pak, po më jam shumë mirë që po ka mundësi me folë për Femartin, në përgjithësi që tash është pak ma e ngarkuar krejt dita, për shkak se jemi të punu shumë, se po afrohet data e festivalit, mirë po është asi punë intensive që e din që kam u shpërbly në fund kur e shevet se të ndodhe dhe një arstuar të ju, kështu që është komplet në rregull, hiç s'është problem. Po, Erza, na e përmendëm që ka me njës, po ndoshta mundesh me na të regu sakse se në çfarë dohet pritet edhe sa ka me zgjahet krejt festivali. Okej, atëherë, veç me të regu festivali Femart këtë vit po organizohet për herën e 13, më thonë kjo është edicioni 13, dhe se cilin vit, si festivali kemi ka një temë specifike cilën e trajtojmë përmes aktiviteteve të ndryshme. Si vjetë, slogani i festivalit është çlira e mendjen, dhe më thonë, këtuj se gjitha, ose ma mirë me thonë, gjitha aktivitetet në kuadër të festivalit kanë të bëjnë me shëndetin mendor. Ma saktë, jemi të dashur me pa qysh mundemi me përdor artin për shërim, rezistencë dhe ndryshim kolektiv. Edhe festivali ka me zgjatë 6 ditë, dhe më thonë kemi me nisë me datën 16 qershor, deri me 21 qershor, edhe hapjen e kemi goxha interesante. Po e përmendjet që e keni goxha interesante, nuk po du me zbulu vetë, po du me talon ty me zbulu se kush ka me performu në këtë raston e pash, dhe padyshim që ndjeva një lloj entuziazmi dhe mushtuaja dëshira me ardhë, kështu që po talon ty Erza me zbulu se kush ka me bo hapjen kështu madhështore, po themi. Hapjen e festivalit Femart, këtë vit, kanë me bo një grup që na kanë bo shumë krenar këta mujtë e fundit, edhe na kanë reprezentu në mënyrën më të mirë në Eurovision. Dhe me thonë, këtë vit, hapjen ka me bo shkodra elektronike, jemi shumë të entuziasmun që janë të artë të na, dhe është performanca e parë që e kanë Kosovë mas Eurovisionit. Kështu që jemi gëzu shumë, jemi nderu shumë që po vinë edhe që po kemi mundësi bashkë me komunën e Prishtinës në kuadër të ditëve të çlirimit të Prishtinës me i sjellë në Prishtinë për performancën e tyre të parë, mas të atij rrugtimi interesant ku na kanë bërë tepër shumë krenar. Kështu që po, shkodra elektronike ka me performu në hapjen festivalit në 16 qershor. Krejt mundën me shku, me ble biletat, edhe me ardhë me pa shkodrën elektronike, po njëkohësisht edhe shumë e biletës neve në ndihmon me bo festivalin e mundshëm, kështu që hajdeni në hapje me shiju muzikën e shkodrës elektronike, po njëkohësisht edhe me kontribu për misionin që e kemi na si organizatë. Pa tjetër, edhe njëkohësisht është nder i madh që ju të jeni të parët, po Kosova këtë rast, sepse po besoj që na përfaqësoni edhe neve kështu që të jetë vendi i parë mas krejt asaj buje që ka bo edhe në Evropë, po edhe kudo në botë, po themi shkodra elektronike, sepse është prit jashtëzakonisht mirë edhe nga gjitha vendet, kështu që po vjen mandej për herë të parë pas krejt atij suksesi, po vjen në Femart, po besoj që ka me pas shumë njerëz, nuk e di nëse janë ende
biletat në shitje, apo jo, Erza? Vazhdojnë t'jenë në shitje, po? Po, biletat vazhdojnë me qenë në shitje. Nuk kena më pas mundësi më shit biletat e dera, kështu që është shumë e rëndësishme që krejt biletat në u ble përmes Freight Travel. Dhe më thonë, nëse jeni të dashme ardhë, hajteni që tash bleni biletën, sigurojeni vendin e juaj për shkak se ka shumë interesim, edhe i kisha lutë kundët që dojnë më ardhë më po pjesë me ble tash biletën sa nuk kanë shku. Po, kështu që jo me mendu deri në minutën e fundit, po tash për tash me konë sigurt edhe të vendosur që me ardhë. Po përveç shkodrës elektronike, Erza, unë e pash që ka edhe shumë aktivitete, ka punëtorit e tjera, a mund të shpaka shumë në pikat shkurta me në tregu edhe për këtë pjesën tjetër që janë të interesuar ndoshta me marë pjesë edhe në këto aktivitete, pse jo? Po, definitivisht. Dhe me thonë, shkodra elektronike e para e nisën barë me ta, po na i kemi, përveç shkodrës elektronike që e bën hapjen, i kemi diku 30 aktivitete në kuadër të festivalit cilat jemi të i organizua, dhe se cili aktivitet sigurisht temë kryesore e ka feminizme, po njëkohësisht edhe shëndetin mendor. Kemi me pas shfaqje teatrale, mbi 7 shfaqje teatrale që nduar prej trupave të ndryshëm të botës, dhe me thonë, në kuadër të martit kemi me pas artista dhe aktivista që vinë prej vendeve të ndryshme. Kemi me pas prej rajonit, prej Belgjikës, Amerikës, Italis, Luksemburgut, kështu që paka shumë jemi të mundu me kriju, me këty Prishtinën në një vend ku artistat e huj vinë edhe na japin edhe një vatë për jetimin që e kanë qytetarët e shteteve prej ku ata vinë. Më thoni, kemi shfaqje teatrale, kemi performanca muzikore, ku përveç shkodrës elektronike, kemi me pas dhe grupin tentativa që përna vjen prej Francës, po ndoket, edhe po ashtu e kemi edhe zvatën që ka me performu. Ka ana tjetër, që ose doni me të gju disa diskutime që janë tepër të lashme, kryesisht gratë të folë për përvojat e tyne në përshëndetin e tyne mendor në industri kreative, të folë për burnoutin, të folë për përvojat e tyne në ballafaqim me depresionin postnatal, atëre kemi shumë panele diskutimet që janë në kuadër të konferencës, po njëkohësisht edhe bisedave feministe ku gjithë mundën me marrë pjesë edhe me i dëgju përvojat e këtyne grave dhe ndoshta me mësu diçka. Përveç këtyne, po ashtu i kemi edhe punëtorit, cilat po ashtu janë të realizu prej mentorëve dhe trajnerëve të shteteve të ndryshme, ku kemi me pas mundësi me mësu për veç shprehjen edhe krijimin, kemi me pas mundësi me mësu qysh me dizajnu kostume prej materialeve të qëndrueshme, kemi me pas mundësi me mësu për shprehjen emocionale përmes lëvizjes edhe vetdijes trupore. Njëkohësisht kemi edhe një punëtëri shumë të lezetshme për nanat, kur kemi me pa ku qëndron shëndeti mendor kur jeni nanë dhe i ki mini që në obligime në supën tanë. Përpas kësaj kemi me pas edhe filmat ndërkombëtar që kanë u shfaq në kuadër të martit, edhe e kemi një aktivitet shumë të lezetshëm në fund në ditën e fundit të martit, ku jemi të mundu që në parkun e qytetit me i bë pa qytetar të grup moshave të ndryshme. Do të thonë, për secilin person që vjen kemi me pas një stacion që është i posaçëm për të. Edhe kemi me bo art, kemi me bo reflektim për shëndetin tonë mendor, kemi me bo yoga, meditim, kemi me gjetë ashta pak kohë me vizatu, me aktru, kryesisht komuniteti mu bo bashkë me reflektu për shëndetin e tyne mendor edhe me ndame një tjetrin shqetësimet edhe reflektimet që ata i kanë. Kjo është paka shumë çka na kemi përgatit, po për me pas sakt programin për secilin ditë të festivalit, çka ka mendoj, unë i ftoj krejt me shku te femartviskës.com, aty e kemi programin edhe mundeni me lexu edhe me pa ku po gjeni veten në kuadër të aktiviteteve që i kemi.
Po, e pa dyshim, gjitha këto aktivitetet nuk ka se si mos ta gjejnë edhe vetën të paktën tek njëna, se derisa i përmende, unë vetë 2-3 punëtori më duket që më pëlqejnë jashtëzakonisht shumë, sidomos kjo e fundit që është ndoshta në natyre, që mundemi ndoshta pak a shumë edhe me gjetë me shëru ashtu edhe vetën, e sidomos edhe ajo për nana që ke një iniciativë shumë e bukure, po besoj që fokus do t'jenë pikërisht nanat, të cilat pak a shumë kanë tendencë nga njëherë edhe ta neglizhojnë vetën, po vjen shumë mirë që ne kemi, faktikisht ju keni iniciativa të tilla dhe mendoni edhe për to njëkohësisht. Erza, po të falenderoj shumë, unë kisha dashur të paktën me na tregu edhe për fund si është interesi për këtë vete, përmendet që 13 vite radhazi ju vetë se e bëni këtë punë, e organizoni femartin, edhe po besoj që çdo vete më tepër interesi është shtu, suksesi veç është në rritje, pasi që edhe pas 13 viteve ekziston edhe festivali dhe mbahet goxha mirë. Ka interesim gjithsesi, po prap temat për cilat kemi me diskutu në kuadër të femartit janë temat cilat ka sfik, sidomos shëndeti mendor na e dim, shëndeti mendor, depresioni postnatal, e dim që janë tema që jo shumë shpesh preken, kështu që definitivisht ka me kërku promovim ka ana jon, promovim edhe ka ana juj për me këtu qytetarët e Kosovës me qenë pjesë e këtyre aktiviteteve. Sidoqoftë nuk është mua anku, ka goxha shumë interesant, po mundohemi që me mbri sa ma shumë njerëz për shkak se po e dim që aktivitetet që i kemi janë definitivisht shumë të lashëm për secilin. Po ju falenderoj edhe juve që na i keni japur mundësinë me ardhur dhe me tregu cilat janë aktivitetet që i kemi, edhe kjo është si ftesë zyrtare për secilin që sheh me shku, me pa programin, edhe mos me nguru me ardhur me bë pjesë aktiviteteve për shkak se sinqerisht janë shumë interesante edhe gjithmonë mundesh me mësu diçka. Erza, të falenderoj jashtëzakonisht shumë për këto minuta që ndajt edhe me neve dhe me shikuesit edhe na informuve krejt ato që duhet të dim për festivalin, po shpresoj që kemi u pa edhe atje në njërën prej aktiviteteve pse jo punëtorive. Juve po jurojmë shumë suksese në nisjen edhe në përfundimin, e din që ndoshta tërkë punë, më në fund po ju shpërblet dhe ju shkoft sa më mbarë. Faleminderit shumë. Shihemi në punëtori. Shihemi në punëtori, Erza. Hajde, kalofshi mirë, shumë faleminderit. Tom, gjithë të mirë edhe për ty e dashur. E shikues të dashur, ishte kjo intervista me Erza Saliu nga Artpolis, e cila na tregoi pak a shumë edhe rreth festivalit ndërkombëtar që pritet të mbahet edhe këtë vit në Prishtinë. Pra, për femartin ne do të shkëputemi për pak dhe do të rikthehemi me të ftuarin e radhës me cilin do të bisedojmë për inteligjencën artificiale. U rikthyem shikues të dashur për të vazhduar me bisedën tjetër. Tani kemi të ftuar, faktikisht do të flasim me profesorin Zeçir Kadriu, në cilin do të flasim rreth një temë shumë interesante, e cila është integrimi i inteligjencës artificiale në mësimdhënie. Faktikisht në Universitetin Kadri Zeka së fundmi në Gjilan është organizuar edhe një konferencë e cila ka pas për temë pikërisht inteligjencën artificiale dhe çush po ndikon ajo edhe në arsem apo në mësimdhënie. Unë kam kënaqësinë që të kem të ftuar sot profesorin Zeçir Kadriu, i cili do të na tregojë edhe më shumë rreth kësaj konferencë, në cilët ishin të ftuar edhe shumë studiues, profesor edhe figura të tjera. Faleminderit shumë profesor. Respekte për ju. E përmenda pak a shumë konferencën e cila është mbajt, edhe ju keni qenë prezent, keni pas mundësi edhe të prezentoni, të mbani ligjërat me këtë temë. A mundeni pak ndoshta në pika të shkurta me na tregu se si keni kaluar në konferencë dhe pikërisht edhe për temën cilën e keni pas? Po patjetër. Në radhë të parë duhet të përshëndes emisionin tuaj dhe të gjithë shikuesit dhe dëgjuesit, të cilët në mënyrë të shkurtër do të informohen rreth konferencës që u bën në Universitetin Publik Kadri Zeka në Gjilan. Ishte një nga konferencat më shumë dhe më mirë të organizuara kësaj radhe në kuadër të një bashkëpunimi me rektorin dhe zëvendës rektorin e Universitetit Kadri Zeka, të cilët të gjithë 5 fakultetet të cilët janë në kuadër të Universitetit Publik Kadri Zeka, organizua një konferencë e cila është jashtëzakonisht me rëndësi dhe është
shumë aktuale dhe ka të bëjë me inteligjencën artificiale. Thua se të gjithë fakultetet të cilët janë në kuadër të Universitetit Kadri Zeka, duke filluar nga Fakulteti i Edukimit, nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore, Fakulteti Juridik, Fakulteti i Shkencave Politike dhe Sociale, si dhe Fakulteti i Shkencave të Teknologjive Bashkëkohore, të gjithë në mënyrë të organizuar patën një numër të konsiderueshëm referuesis të cilët natyrisht në seancat veçanta gjithsecili prej këtyre u angazhua rreth një teme që është boshte për të gjithë universitetin me titull Ndikimi i inteligjencës artificiale sot ose zhvillimi i teknologjisë në mësimdhënien bashkëkohore në Universitetin Kadri Zeka dhe jo vetëm, po dhe më gjerë. Ashtë për të cekur se në këte universitet, kohët e fundit po bëhen punë shumë të rëndësishme, ka një mobilizim dhe një organizim jashtëzakonisht të rëndësishëm. Vetëm dje, për shembull, janë mbledhur një numër i konsiderueshëm i studiuesve nga universitetet jo vetëm të Kosovës, por edhe nga universitetet e rajonit, përfshi këtu Universitetin e Sarajevës, Universitetin e Durrësit, Universitetet e Shqipërisë, së Vlorës, universitetet që janë brenda të Kosovës dhe shumë studiues të cilët janë, domethënë, profesora, po kuadro të universiteteve të tjera si në Republikën e Maqedonisë së Veriut ose edhe në vendet përreth. Kishte edhe nga Universiteti i Kozencës, i Romës dhe të tjerë, të cilët gjithsecili në fushën e vet të studimit ishte angazhuar për të bërë një prezantim edhe një, domethënë, qasje më serioze rreth inteligjencës artificiale sot. Po, neve, profesor, po na intereson edhe pikrisht edhe mendimi juaj, si e vlerësoni rolin e inteligjencës artificiale, ndoshta në arsimin e sot, ndoshta me na tregu pak a shumë edhe rreth asaj që keni elaboruar edhe dje në konferencë. Po. Në kuadër të Universitetit Kadri Zeka është edhe Fakulteti i Edukimit. Dhe pikërisht aty, unë jam si profesor i jashtëm dhe në këtë aspekt temën që kisha zgjedhur për këtë sesion ka qenë inteligjenca artificiale sot. Shumica prej nesh që kemi bërë edhe në mënyrë, domethënë, të prezantimet e kemi bërë në PowerPoint, që është një formë e re e asaj me të cilën sot shërbehemi, domethënë, për ta pas më të qartë dhe për ta bërë prezantimin më të shkurt dhe më precis. Kështu që inteligjenca artificiale sot zë një vend të rëndësishëm, por në temën time që kam pasur, ka qenë jashtëzakonisht një qasje se si inteligjenca artificiale ndikon, cilët janë anët pozitive dhe negative të cilat mund të shfrytëzojnë sot profesorët, mund të shfrytëzojnë studentët, mund të shfrytëzojnë të gjithë njerëzit, duke pasur një racionalitet dhe duke pasur një kujdes të madh, sepse jemi në epokën e teknologjisë dhe të zhvillimit dhe nga ky aspekt ne nuk guxojmë të themi që inteligjenca artificiale është diçka negative, është jashtëzakonisht e rëndësishme, por duhet me shumë kujdes të përdorim dhe duhet me shumë kujdes të vëmë re se cilët janë elementet të cilat neve do të na shërbejnë dhe do të na ndihmojnë për të vazhduar për punimet tona shkencore, si neve profesorëve, ashtu edhe studentëve. Po, e përmendet profesor anët, po themi, negative, nësojza dhe ato pozitive. Cilat mendoni se ju do të ishin pikërisht disa prej këtyre anëve? Qoftë disa, ndoshta mund të shmi përmend në pikat shkurta? Patjetër. Edhe në konkluzionet e djeshme të konferencës u tha, jo vetëm nga ana ime, po edhe nga studiuesit të tjerë, të cilët ishin mbledhur nga gjithë, domethënë, universitetet e rajonit si shtam, dhe sollëm një përfundim që teknologjia dhe zhvillimi i inteligjencës artificiale ka shumë anë pozitive, dhe ato janë elemente të cilat i ndihmojnë studentëve, i ndihmojnë edhe profesorëve, por ka edhe elemente të cilat mund të keq përdoren ose mund të abuzohen nga studentët. Për shembull, shpesh sot studenti mund të futet në
atë të ashtë të quajtur në chat GDP dhe mund të shkarkoj gjëra të cilët janë të mbledhura, qoftë nga sistemi Google, qoftë nga elementet të tjera dhe shpesh studentët duke mos u angazhuar që vetë të jenë kritik dhe autokritik për punën e tyre, ato e shfrytëzojnë këtë inteligjencë artificiale duke marrë gjërat të gatshme. Ne konkluduam që gjërat e gatshme nuk i shërbejnë as studentit as profesorit, por gjërat pozitive që ka, informacionet e shumta që mund t'i merr, të dhënat e shumta që mund t'i sheh atij, ai gjithsesi duhet që t'i shoh, t'i shfrytëzoj dhe të njëjtat pastaj në koordinim dhe në bashkëveprim me studentët dhe profesorët të shohin që elementet janë më shumë pozitive se sa negative, sepse inteligjenca artificiale sot përdoret në çdo lami, jo vetëm në shkencat e edukimit apo shkencat natyrore, po përdoret edhe në shumë shkenca të tjera të cilët janë sot, për shembull, veçanërisht në shkencat mjekësore, në shkencat biologjike dhe të tjera për zbulime të shumta, dhe jo vetëm kaq, por edhe në shkencat të tjera të cilët janë të zëmë nga sfera e gjeografisë dhe historisë për të marrë të dhëna të mjaftueshme rreth asaj, sepse nuk mund të jemi të gjithdijshëm për të gjithë ata të cilët kemi mësuar në shkollë, ndërsa ky element ose kjo formë e punës, kjo formë e bashkëveprimit na ndihmon për të gjetur elemente më të reja dhe na ndihmon për të dhënë efekt më të mirë dhe më efikas punës edukative mësimore. Po, kështu që profesori kemi dy anët e medaljes, në një rënari kemi të keqen, po themi, e cila është pasivizimi ndoshta i studentëve, nga që i marrin gjanat e gatshme, si dhe nga ana tjetër i kemi këtë saktësinë që po i kemi dhe këtë kohën që po i kemi, sa më ndoshta po themi po na shpëton kohën, po themi, sepse i kemi gjitha përgjigjet në një kohë rekord, brenda sekondash mundemi me marrë përgjigjen, po kthehemi pak tek sistemi ynë arsimor, ndoshta profesor, si mendon, a është i gatshëm sistemi ynë, a janë të gatshme sistemet tona arsimore që t'i përfaqësojnë këtë lloj të teknologjive? Jo pa qëllim, kjo konferencë u organizuar në universitet, sepse aty janë studentët, aty janë profesorët, aty janë kuadrët e shumë, të cilët mlidhen edhe nga rrethet e ndryshme, dhe për këtë u bisedua shumë në detaje se si mund të shfrytëzohen këto elemente pozitive, sepse ka gjasa për shembull që në shkallën e hershme të edukimit të fëmijëve, një laptop ose një iPad ose një celular mund të edhe, nëse shfrytëzohet shumë nga fëmia, mund të edhe të jetë i dëmshëm, por nëse ai shfrytëzohet vetëm për anët pozitive, nëse ka një racionalitet, atëherë do të jetë shumë në rregull dhe shumë mirë. Sa kemi kuadro në këtë drejtim, unë po them se kohët e fundit kemi kuadro të mjaftueshme. Dje kanë prezantuar shumë djemë dhe vajza të reja të cilët janë të një moshe 9-30 vjeç dhe të cilët janë të kyçur në sistemin arsimor, qoftë në parashkollor ose në edukimin e shkollave fillore nëntëvjeçare, dhe gjithë kjo u bisedua se si mund më së miri të ndihmojmë fëmijët që ato ta shfrytëzojnë këtë, por në anën tjetër se si mund edhe të veprojmë racional që të mos teprohet kjo ose të mos abuzohet me këto, domethënë, informacione të bollshme që i kemi, por t'i marrim ato që janë në interes dhe në dobi të shkencës, duke i kultivuar dhe duke i vënë në shërbim të asaj moshe ose asaj grup moshe të fëmijëve që për të cilët ka nevojë. Nga ky aspekt u biseduhet gjatë e gjerë, u shkoqitën shumë tema, u dhanë shumë ide dhe në fund fare u sollën edhe konkluzione të cilat ishin jashtëzakonisht të rëndësishme për punën që duhet të bëjmë dhe për proceset e reja që po na presin. Po, profesore, kemi edhe një pyetje të fundit. është një pyetje ndoshta dhe jo shumë në kontekst, po a mendoni që ndonjëherë AI po themi do të mund ta zëvendësoj një mosimdhënës? Apo nuk do t'ja arrijë asnjëherë? Diora. U bisedua dhe për këtë çështje dhe u tha nga shumë studiues që a mund të zëvendësoj inteligjenca artificiale punën e mësuesit ose të edukatorit ose të profesorit. Gjithsesi se kjo nuk mund të bëhet sepse prezenca fizike
e një profesori, e një edukatori, ose edukatoreje e cila drejt për drejt është e lidhur në procesin edukativ arsimor, e ka vendin e vetë të merituar. Megjithatë edhe inteligjenca artificiale po ashtu është një trend i zhvillimit të teknologjisë që ne gjithsesi që duhet ta përkrahim, por duke pasur shumë kujdes që ajo të mos jetë të tepruar dhe ajo të jetë në shërbim të shkencës dhe të interesit të fëmijëve dhe profesorëve. Ka shumë kuadra të reja të cilët sot janë të përgatitura dhe janë mjaftueshëm të njohura edhe me teknologjinë e re, edhe me gjuhën angleze, edhe me shumë forma të reja të teknologjisë dhe zhvillimit, dhe shpresojmë që një të ardhme kjo do të jetë në dobi. Gjithsesi duhet me shumë kujdes, me shumë maturi të ecet në këtë rrugë, sepse çdo gjë që mund të teprohet, jo që do ta zaventësoj, domethënë elementin fizik të vetë mësuesit, edukatorët, por ai mund të jep edhe indikacione negative. Patjetër. Po seriozoj ndoshta si çdo profesion tjetër që po e kaplon ndoshta AI, padyshim edhe mësuesit, profesorët në këtë rast duhet të jenë pjesë gjithmonë e përditësimeve, e trajnimeve dhe me inteligjencën artificiale, po besoj prof, apo jo? Gjithsesi, u tha gjithsesi se për këtë punë duhen trajnime të vazhdueshme, duhet seminare, duhet shkollat të jenë të kujdesshëm dhe drejtorët që të mos pengojnë domethënë mësuesët dhe edukatorët që të marrin pjesë në shumë procese të zhvillimit, sepse duke qenë në trend dhe në zhvillimin permanent të këtyre gjërave, ne do të ecim paralel me kohën dhe do të jemi kuadrë të cilët do të ndihmojmë gjeneratat e reja, gjithsesi në rrugën më të mirë të mundshme. Profesor, ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për kohën edhe për krejt këshillat që keni ndosur sot me neve, në pamundësi që t'ju kemi në studio sot, sepse ju ndodheni në Tetov, po besoj, a? Po, në Tetov. Jeni në Shpresoj Tetov. në një rast tjetër dy ora kur do të kemi mundësi, jemi të gatshëm gjithsesi me kontributin ton që të u ofrojmë mundësi dhe forma për bashkëbisedimet e këtilla. Patjetër, kur do që jeni në Prishtinë, në Kosovë, ju presim patjetër edhe në studio, që t'ju kemi këtu dhe të bisedojmë edhe më gjerësisht. Faleminderit shumë, profesor. Respekte për ju, mirupafshim. Faleminderit tung dhe çdo të mirë. Gjithë mirë. E shikues të dashur, erdhëm edhe krejt në fund të ditës me ne, po shpresoj që keni qëndruar edhe ju gjatë gjithë kësaj kohe, sepse ishte me musafir fantastik, të cilët patën mundësi në pjesën e parë të flasim rreth festivalit femar, ndërkaq në pjesën e dytë me profesorin Zeqir Kadriu folëm për inteligjencën artificiale si dhe mishërimin e kësaj të fundit edhe në mësimdhënie edhe në arsim dhe tek ne në Kosovë. Për krejt juve që keni qëndruar me neve, faleminderit shumë dhe nga unë Diora, pasdite të këndshme.